janë. Kosova ka mjaftueshëm ligje. Xhani, a pajtohesh me këto që tha zoti Çullaku, që është merit e qeverisë Kurti, shtrirja e ligjshmërisë së sovranitetit, kjo i ka hapur rrugë edhe marrja e përgjegjësisë së policisë në këtë rast edhe mbi urën Iber. Tash varet nga çfarë kandi mund të shifet kjo. E rëndësishme është që shteti i Kosovës, pra mos harrojmë që nga 2008 kur ka shpall pavarësinë, policia e Kosovës ka pasur progres gradual. Ka pasur progres gradual, pra prej vendosjes pikave doganore atje, kontrolli i pikave kufitare dhe mos harrojmë që prej shpalljes pavarësisë deri me sot nuk ka nisë gjithçka nga pika zero. Unë frikën më të madhe kam jo shumë të aspekti i urës së Ibrit, sa është sot duhet në ashtantarmen kena mu ballavaçu shumë a shumë, duhet pra integrimi i serbëve në institucionet të Kosovës. Kanë qenë polic, prokuror, gjyqtar, njerëz të administratës që më të madhe kanë lëshu administratën dhe vendin e tyre të punës, që kjo është një aspekt negativ që duhet na të synojmë në të ardhmen, të rikthehen dhe të reintegrojmë. Mos harrojmë që ata prokuror, polic, e gjyqtar, për t'i pranuar dhe për t'u punësuar në atëherë, në atë kohë ka pasur disa marrëveshje politike, disa... Zonë e gjujti topin e diskutimi këtë terren tjetër. Pyetja ishte, a pajtohemi... Mirë. Se kam planas me livdu Albin Kurtin, ase kam planas... Unë shpëllevdoja Albina në pjesën kërkon me livdu, po ka zëj veç një aspekt historik. Punën e bërë që sot jeni mirë si personalisht e Uraibit, unë ikem nesër mirë. Ka qenë edhe vetë, zoti Xhani, djetha. Me familje, të ka kaluar. Kosovës nuk jam kanë veç mram, nashta prej... Ja e fundit. Po e fundit ka qenë. Kam qenë periudhat ndryshme. Qoftë në pjesë e dialogut qoftë si gazetar, qoftë edhe i angazhuar dhe me detyrë, pra nuk ka qenë një proces... Përvojë e re. Për çështjet e urës së Ibrit ka pasur përleshje, ka pasur përplasje, ka pasur negociata, ka pasur... Negociata pas sukseshme. Dialogi pas sukseshme. Pas sukseshme kur ballavaçuesh me veprime radikale. Pra, ti provojshe me hap rrugë, i hiqe disa barikada, me njëherë kanë qenë shumë... Tash s'ka më Xhani barikade. Qëre? Xhani tha mirë, gradualisht ka pasori ka. Nuk po... Edhe kjo ka një lloj përgjigje, fatmirësisht që s'ka. Sigurisht. Pse s'ka, mund t'jenë nashta 10 përgjigje sakta, jo veç një përgjigje sakt. Por e rëndësishme është që ka një rezultat shumë pozitiv. E rëndësishme është që grupet kriminale janë minimalisht. Unë po e tham nga aspekti politik. Nga aspekti politik ka pas negociata shumë, ka pas kompromise që me u punësu gjyqtar, polic, edhe pse ata polic e dim që shpirtnisht ku ka qenë shpirtnisht, edhe po të paktën e ka pasur flamurin e Republikës Kosovës, edhe ka pasur një kontratë. Tash po thuaj se është minimalisht kjo. Tash për të vazhduar deri në fund angazhimi i qeverisë Kosovës, duhet me pa edhe qysh me integru. Ku mi gjetë pra polic kredibil, gjyqtar kredibil, prokuror kredibil, pra që si Graçanica tjetë edhe veriu i Kosovës. Një farë mënyre, mos harrojmë që disa vite mas lufte edhe Graçanica ka qenë një enklavë. Po gradualisht është zbut sistemi, është zbut procesi edhe janë përfshin sistem. Edhe në verinë e Kosovës, për të përmbyllur suksesshëm, duhet provojmë pra edhe të shtim në sistem qytetarët atje. E mira është që s'ka ma barikada, policia e Kosovës ka pas barikada edhe në këtë qeveri edhe në ato qeveria tjera është ballavaçu. Për shtë të thashë profesori se tash sfundi. Edhe profesori insistoi, a fajtohesh apo jo me të, kur tha